Përshëndetje dhe mirë se po takohemi shikues dhe dëgjues të nderuar në episodin e radhës të podcastit Bëje tënde në regjistroje pronën këtu në Telegrafi. Në episodin e sotëm do të flasim për të drejtat pronësore të grave në Kosovë dhe sfidat që ato përballen. Megjithse legjislacioni garanton barazi, gratë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta, si në trashëgimi, ashtu edhe në ndarjen e pasurisë pas divorcit. Për të diskutuar me këto tema, mysafire të sotme kam zonjën Leonora Selmani, e cila është udhëheqëse e divizionit për legjislacion në kuadër të Agjencisë për Barazi Gjinore. Zonja Selmani, mirë se ke ardhur. Mirësi u gjej për ftesën. Faleminderit për kohën tuaj. Mbi bazën e cilit ligj vepron Agjencia për Barazi Gjinore dhe çfarë mekanizmash përdor për të adresuar parandalimin e diskriminimit gjinor? Agjencia për Barazi Gjinore është një institucion ekzekutiv që funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit. Si agjenci ekzekutive në kuadër kësaj zyre është themeluar me ligjin për barazi gjinore dhe qysh ligji ka parapo do të thotë që zyrja e kryeministrit ta ketë një agjenci ekzekutive dhe roli ose mandati i kësaj agjencie është i specifikuar po me ligjin për barazi gjinore. Mandat kryesor Agjencia për Barazi Gjinore ka hartimin e politikave publike dhe ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme në hartimin e politikave publike, si dhe përpilimin e dokumenteve tjera zyrtare, duke ju ndihmuar dhe ministrive tjera dhe institucioneve tjera përfshi këto dhe qeverinë e vendit për të hartuar politika publike me perspektivë gjinore dhe për të siguruar barazinë gjinore në vend. Barazia gjinore është rregulluar me kushtetutën e vendit dhe po ashtu edhe sipas kushtetutës dhe sipas këtij ligji është vlerë e shoqërisë. Për këtë arsye dhe duhet punohet në këtë drejtim dhe mandati i agjencisë është punohet sa më shumë për arritjen e barazisë gjinore në vend, duke përfshi perspektivën gjinore në politika publike, por edhe duke ndihmuar në zbatimin e këtyre politikave publike në praktik. Agjencia për Barazi Gjinore përveç si institucion që është në kuadër të zyrës kryeministrit, ndoshta vlen të përmendet për të gjithë ata që po ndëgjojnë për herë të parë, ekzistojnë edhe mekanizma të tjerë qeveritar që merren me barazinë gjinore. Në radhë të parë zyrtar për barazi gjinore në çdo ministri, do të thotë çdo ministri në nivel qendror ka zyrtar për barazi gjinore, i cili i raporton ministrisë, për të njëjtën kohë raporton edhe për arritjen e barazisë gjinore në Agjencinë për Barazi Gjinore dhe konsiderohen si dorë mbështetëse e Agjencisë për Barazi Gjinore për të arritur qëllimet e veta në vend. Dhe po ashtu çdo komunë në nivelin lokal do të thotë ka zyrtar për barazi gjinore. Ligji përcakton që zyrtar për barazi gjinore të kenë edhe institucione tjera të pavarura dhe institucione tjera publike, të cilat e konsiderojnë të nevojshme që duhet të ketë zyrtar për barazi gjinore me qëllim të arritjes së barazisë gjinore në atë institucion. Të ndalemi vetëm pak këtu, sa është numri i këtyre zyrtarëve? Po përmend që çdo ministri ka, po ashtu edhe çdo komunë. Sa është numri i përgjithshëm i zyrtarëve që funksionojnë aktualisht në Kosovë? Numri i përgjithshëm varion, do të thotë nuk është asnjëherë i njëjti, sepse kemi raste kur një zyrtar për barazi gjinore mund të dalë në pension, kemi raste kur një ministri themelohet rishtazi, siç është për shembull tash rastet që kemi dy ministri të reja dhe nuk arrin me njëherë të themelojnë zyrtarin për barazi gjinore. Por të gjitha ministritë dhe të gjitha komunat caktojnë zyrtar për barazi gjinore. Aktualisht çdo komunë ka zyrtar për barazi gjinore dhe të gjitha ministritë cilat janë aktuale dhe funksionojnë në Kosovë kanë zyrtar për barazi gjinore. Po ashtu zyrtar për barazi gjinore ka edhe Qendra e Studentëve të Kosovës, po ashtu zyrtar për barazi gjinore ka edhe Agjencia Katastrale e Kosovës, ka edhe qendra spitalore e vendit. Do të kanë edhe institucione tjera që konsiderojnë që është nevojshme të ketë zyrtar për barazi gjinore dhe emërojnë zyrtar për barazi gjinore në përputhje me ligjin për barazi gjinore. E përmenda më herët që gratë vazhdojnë të përballen me sfidat, cilat janë sfidat kryesore që i ka identifikuar deri tash Agjencia për Barazi Gjinore? Që nga themelimi i saj, Agjencia për Barazi Gjinore gjithherë identifikon sfida, sepse sfidat janë shumë të mëdha. Ka shumë sfida në gjitha fushat e jetës. Është punuar shumë në të gjitha fushat dhe sipas ligjit për Barazi Gjinore, madje lejohet të ndërmerren edhe masa afirmative që i bien nëse në një fushë të caktuar ka ndonjë diskriminim ose konsiderohet që ka diskriminim, lejohet të ndërmerren ndonjë masë tjetër afirmative ose shpeshherë në popull thuhet si diskriminim pozitiv, me qëllim që të arrihet barazia gjinore në vendet të caktuara. Sikur të nisemi prej kësaj, i bie që gati në çdo fushë do të ndërmarret masë afirmative, sepse në të gjitha fushat në përgjithësi në Kosovë përfshi arsimin, edukimin, punësimin e çështje tjera, barazia gjinore nuk ka qenë në nivelin e duhur. Gati çdo vit Agjencia për Barazi Gjinore ka identifikuar një fushë të veçantë dhe është fokusuar më shumë për një vit caktuar, për shembull të punojnë në një fushë të veçantë, por kjo nuk përjashton që çdo vit duhet punojmë në fushat e njëjta. Përfshi edhe drejtën e pronës, për shembull, përfshi edhe diskriminimin në vendin e punës, përfshi edhe hartimin e politika publike që tash më herët që agjencia ka për obligim të përfshijë perspektivën gjinore në politika publike. Çdo politikë publike që kalon nëpërmes të qeverisë së vendit, do të thotë që miratohet në qeveri, qoftë udhëzim administrativ, rregullore,
e brendshme apo edhe projekt ligj e mandej kalon edhe në kuvend për të bërë ligj, duhet të kalojë mes të Agjencisë për Barazi Gjinore për të parë perspektivën gjinore mrena kësaj politike publike. Agjencia gjithmonë i jep komentet, sugjerimet e veta varësisht me ligjin ose me rregulloren për cilën po flasim, dhe mundohet që të përfshijë të gjitha ato mrena ligjit, sepse fillimisht duhet të arrijmë barazinë gjinore me ligj dhe mandej të shohim praktik se sa mundemi me realizu një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë që në praktikë kemi gjithçka sikur siç e kemi në ligj, sepse në ligj janë mirë të rregulluara çështjet dhe besoj që normat ligjore nuk janë diskriminuese, spaku në shiqim të parë nuk duken që janë diskriminuese, por në praktikë kemi probleme sepse ka probleme edhe për shkak të mendësisë që është shumë ndryshe në vendin tonë, për shkak të paragjykimeve të ndryshme, stereotipeve gjinore që i kemi ende prezente në vendin tonë e kështu me radhë. Ku hasni më shumë diskriminim, ndoshta me specifiku kështu më konkretisht në cilat fusha, a ka më shumë ndoshta të themi në sistemin shëndetësor, në sistemin arsimor apo në fusha tjera? Po gjithmonë kur të merret më vlerësu për shembull një fushë të caktuar, shihen edhe diskriminimi që ndodh dhe arsyet pse ndodh diskriminimi. Ne mund të kemi për shembull në fushën e punësimit më pak të punësuara gra, ose mund të kemi më pak përkundër faktit që punë kërkuese kemi më shumë gra. Aktualisht sipas statistikave punë kërkuese kemi mjaftu shumë gra, por nuk kemi të punësuara gra. Ose për shembull për një periudhë caktuar kohore kemi pas shumë dhunën familje, kemi shumë të ngritur diskriminimin mrena familjes që i bëhet gjinisë femërore në këtë rast. Për këtë arsye dhe është ndryshuar ligji dhe nuk e kemi më vetëm agjencia ka pas si sfiduese dhe nuk e ka më vetëm ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje, por është edhe dhuna në baza gjinore, sepse diskriminimi i grave bëhet edhe në punësim, diskriminimi bëhet edhe në vendin e punës, diskriminimi i grave bëhet edhe në arsim, në edukim e në gjitha fusha tjera. Do të thotë nëse ne dalim praktike, shohim në një vend caktuar me njëherë në start e diskriminimi që bëhet. Dhe gjithmonë agjencia punon jo vetëm të ketë barazi gjinore në numra, por të ketë edhe përfshirje të grave në procese. Sepse nëse nuk kemi përfshirje të grave në procese, ne normalisht nuk do të arrijmë ta kemi barazinë e mirëfillt gjinore. Po. Viteve të fundit kemi parë që ka ndryshuar, themi ashtu, përsëmiri pjesëmarrja e grave në trashëgimi edhe në të drejtat pronësore pas divorcit. Si e vlerësoni ju impaktin e zbatimit të udhëzimit administrativ që përcakton këtu? Fillimisht më lejoni të shkruaj pak në historik se si ka ardhur deri tek kjo masë afirmative, sepse lidhet edhe me pyetjen paraprakës në cilat fusha konsiderohet që ka diskriminim. Agjencia për Barazinë Gjinore ka pas një bashkëpunim shumë të mirë edhe me institucione tjera në përfshi këtu Agjencinë Katastrale të Kosovës dhe qysh në vitin 2015 e ka ndërmarrë një udhëzim administrativ, një masë afirmative, sepse thash më herët, ligji për Barazinë Gjinore na ka lejuar me një masë afirmative të tillë. Dhe pse është marrë një masë afirmative e tillë për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër dy bashkëshortëve ka qenë pikërisht për faktin se kemi pasur që në praktik ka shumë prona të cilat janë të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Sipas ligjit të pronës dhe sipas ligjit të trashëgimisë dhe ligjit të familjes, gjithçka që është regjistruar në emrin e njërit bashkëshort konsiderohet që është edhe bashkëshorti tjetër. Dhe shpeshherë ne e kemi pa këta që gjithmonë ka qenë e regjistruar në emër të bashkëshortit, në këtë rast në emër të burrave. Dhe gratë madje nuk e kanë ditë as të drejtën e tyre që e kanë, nuk e kanë ditë që kjo pronë mund të jetë edhe tyrja. Dhe kemi ndërmarrë një veprim i cili në fakt është ligjor, nuk është në kundërshtim me ligjin e familjes dhe me ligjin e trashëgimisë, dhe kemi deshur ta përmirësojmë çështjen së paku prej martesës së tutje, sepse është problem shumë tjetër nëse flasim për trashëgiminë që gratë marrin nga paraardhësit e tyre, sepse edhe ajo është problematikë vetë, sepse shumica prej grave hequn dorë nga trashëgimia dhe nuk e marrin një gjë të tillë. Por së paku ta përmirësojmë gjendjen prej momentit kur të rit krijojnë lidhje martesë, kur të rit regjistrojnë diçka në emrin e tyre, të fillojnë prej tyre, sepse nëse ti sot e ke të regjistruar në emrin tënd dhe në emrin e burrit, në momentin e divorcit që e përmendëm më herët e ke shumë lehtë mandej, sepse ke diçka në emrin tënd. Dhe nuk ka nevojë të mendohet ose të kalkulohet siç është kalkuluar më përpara, cila është pasuria që ti e ke krijuar ose jo, sepse ke diçka të regjistruar në emrin tënd. Prandaj në këtë drejtim, Agjencia për Barazinë Gjinore në 2015 e ka ndërmarrë si masë afirmative, fillimisht ka qenë masë afirmative vetëm për një vit, sepse masat afirmative merren për një periudhë caktuar kohore derisa të arrihet rezultati. Dhe kemi pa që brenda një viti ka pas nevojë vetëm të ndërgjegjësohet publiku, se le më të shohim rezultatet e tij. Dhe nëse e shohim për shembull në sa ka pas efekt, ajo mundemi me thënë që në vitin e parë kur e kemi regjistruar, kur e kemi bërë masën afirmative për regjistrimin e pronës në emër dy bashkëshortëve, kanë qenë vetëm 105 raste. Ndërsa në do të thotë kur i ka përfunduar mandati masës afirmative, sepse masa afirmative është hyrë në fuqi 2015, 2016 ka përfunduar dhe në 2016 e kemi marrë impaktin. Kanë qenë 105 raste që janë regjistruar.
Dhe sot kur ne po flasim ose më thon më mirë në fund të 2024-s, do të thotë fillimi i 2025-s shifrat janë 27830 prona. Dhe kjo i bie 98% ose shumë më tepër se sa është llogarit që do ta ketë efektin e vet. Dhe mendojmë që e ka pas efektin dhe për këtë arsye kemi vendos, qeveria në fakt ka vendos me propozimin e Agjencisë për Barazi Gjinore që kësaj mase afirmative më mos jepet një vit afat, por të jepet së paku një periudhë më gjatë kohore, aktualisht i ka 3 vite afat, në mënyrë që të mos ketë barra administrative për ta përsëritur e çështje të tjera, dhe çka shumë në ndësime përmend është fakti që për një periudhë të caktuar kohore nuk kemi pas masë afirmative në fuqi, por pronat kanë vazhduar të regjistrohen dhe ka qenë shumë pozitive sepse kemi bashkëbiseduar me të rinjt, me të rejat, me zyrtarë në zyrat katastrale dhe kemi kuptuar që ajo masë afirmative ka pas efekt. Jo shuma e cila nuk ipet, sepse në qoftë se regjistrohet në emër të dy bashkëshortëve, taksa e regjistrimit i pezullohet, nuk i mirët, por ka pas efekt edhe tek sistemi notarial. Sepse sot kur të shkojnë në noteri një çift, ata detyrimisht të dy bashkë nënshkruajnë një kontratë dhe kontrata duhet ta ketë emrin e të dyve, jo siç ka qenë përpara për shembull me 2 kontrata. E njëjta ndodh ka pas përmirësim besoj te sistemi notarial edhe pakti i trashëgimisë, sepse tashmë e dini trashëgimin e kryen notarët dhe në këtë drejtim gjithmonë kanë kujdes edhe tek çështja e pronës edhe tek e drejta trashëgimisë. Në qoftë se ajo që thash më herët, në qoftë se rastësisht dikush prej partnerëve nuk e ka regjistruar pronën në përputhje me këtë udhëzim administrativ, nuk duhet të shqetësohet sepse ligji ja lejon që prona konsiderohet e tij dhe asnjëherë nuk mund të tjetri ta tjetërsoj. Do të thotë, nëse shkon burri ose gruaja, cili do prej tyre, po flasim për të dy gjini tek noteret për me shit, me tjetërsu ose me bë diçka tjetër, gjithmonë detyrohet të jetë edhe nënshkrimi i pronarit tjetër. Kjo lën me kuptu që të dytë janë pronar të një prone të përbashkët. A është obligative, zonja Sulmani, që të gjithë çiftet ta regjistrojnë pronën përbashkët? Ka raste, dim që ka ende çifte që se kanë, po a është obligative, domethënë, që ta bëjnë një gjithë? Notarët janë shumë të vigjilentë në këtë drejtim dhe zakonisht pyesin se nga ka ardhur prona përbashkët. Gjithçka që është krijuar mas martesës me mundin e përbashkët të dy bashkëshortëve konsiderohet pronë e përbashkët dhe si e tillë duhet të regjistrohet në emër të të dyve. Do të thotë është obligative, duhet të regjistrohet në emër të të dyve. Nëse e njëjta regjistrohet në emër të të dyve, lirohet nga taksa e regjistrimit. Nëse e njëjta regjistrohet vetëm në emrin e njërit, ajo duhet mandej me u vërtetu prej tjetrit që prona e regjistruar në emër të këtij është edhe imja. Prandaj unë sugjeroj të gjitha çifteve të reja që me kohë ta bëjnë regjistrimin në emër të të dyve, në mënyrë që të mos ketë nevojë mandej ose hezitime, është ose nuk është e imja. Pavarësisht që është prona është e shajt edhe me kushtetut mbrohet dhe nuk mund të humb, por ka më shumë procedurë për me kërku të drejtën tënde nëse me kohë nuk e ke para pa një gjatë të tillë. Kur jemi tek e drejta e grave në pronë, e dim që 1% e konsiderueshme e grave heqin dorë prej trashëgimisë, qoftë asaj familjore, qoftë bashkëshortore, shkaku i rrethit, i presioneve. Cilat mendoni që janë politikat ose mekanizmat mbrojtës që do ta reduktonin këtë gjë? Fiks, gratë në Kosovë hjekun dorë nga trashëgimia me vite, do të thotë ka periudhë shumë gjatë kohore që gratë në Kosovë hjekun dorë nga trashëgimia. Dhe kur them gratë në Kosovë e kam fjalën për nënat, motrat dhe gratë, njëjtën ku bashkëshortet në këtë rast, do të thotë në të gjitha fazat e trashëgimisë, qoftë ajo si grua, qoftë si nën, edhe qoftë si vajzë. Shumica e hekun dorë pikërisht për faktin që nuk dojnë të konsiderojnë që po e prishin familjen, është një ndër. Mendësia që e tham, ajo normat shumë të forta, të cilat ne i kemi zakon, të cilat ne i kemi dhe kam pas ndikim tek neve. Dhe ligji e ka para pa që të gjithë dhe është me rëndësime u përmend që dhe agjencia ka punu në plotësim ndryshim të legjislacionit, por edhe bashkarisht edhe me të tjerët kemi punu në drejtimin e asaj që të punojmë në ngritje të vetdijes, në ndërgjegjësim që të mos hjekim dorë, por hjekja dorë nga trashëgimia është e parapane me ligj. Dhe kjo shumicën e rasteve ndodh nga gratë, nuk ndodh nga burrat. Me ligjin e ri për trashëgimin kërkohet që së paku ti njoftohet për të drejtat që i ka para se të hjek dorë, se vendos ajo vetë pse me hjek dorë ose diçka tjetër dhe të merret një seancë veçantë, të merret me të, qoftë noteri, nëse nuk kanë kontest shkojnë në gjykatë, dhe të merret një seancë veçantë me të ku duhet më shpjegoj të drejtat të saj pse duhet të hjek dorë ose jo. Megjithatë është një e drejtë të cilën nuk kemi mujt ta largojmë prej ligjit sepse ki parasysh që trashëgimia kur të merret mund të merret edhe me obligimet që i ka prona. Prandaj është e drejtë me vendos për të, por është me rëndësi
me kuptu që janë të barabartë para ligjit, që dhe djemtë dhe vajza trashëgojnë njëjtë, edhe nana trashëgon njëjtë, sepse shpeshherë kjo anashkalohet. Dhe kur flasim për gratë duhet me mendu edhe për ato të cilat janë në një moshë më të shtyrë dhe drejta e tyre është primare, mandej vihet tek këto gratë të tjera dhe duhet me pas shumë kujdes që ato të mos hjekun dorë. Hjekja në dorë nga trashëgimia, hjek dorë nga e drejta jote. Dhe detyrimisht po ndikon tek pasardhësit e tu, sepse po hjek dorë nga diçka që ty të takon. Dhe ish dash ta kesh parasysh pse po hjek dorë nga e drejta që të takon. Kohët e fundit e kemi pa që ka ndryshu pak kjo rregull, së paku një pjesë e madhe sidomos e grave të reja po fillojnë me kërku të drejtën e tyre, po e marrin të drejtën e tyre dhe nuk po e prishin familjen. Do thotë kjo është pozitive sepse konsideroj që edhe burrat janë ndërgjithsu këtë rast djemt, burrat e kanë filluar me kuptu që ato janë barabarta, që aty në ju takon njëjtë dhe nuk prishet familja pse ajo e kërkon të drejtën e saj në trashëgimi. Prandaj rekomandoj të gjitha që ta kërkojnë të drejtën e tyre në trashëgimi, duke pas pronë në emrin tënd. E vogël e madhe ajo që është, duke pas pronë në emrin tënd, ti ki të drejtë mandej edhe në marrjen e kolateralit, ki të drejtë edhe në marrjen e kredive nëpër banka dhe të njëjtën kohë edhe fuqizimin ekonomik të panin. Dhe pse mos ta kesh një gjë të tillë, të mos jesh e barabartë me të tjerët. Zonja Selmani, po ndalemi edhe te aspekti i regjistrimit të pronave. Faktikisht në Kosovë ende ekzistojnë prona që janë në emër ndoshta të personave të vdekur që nuk jetojnë më, si duhet të veprohet në këto raste, kur jemi domethënë te pjesa që gratë trashëgojnë. Po, është shumë e vërtetë dhe ky mendoj që është problemi më i madh në Kosovë. Ne ende në Kosovë kemi prona të cilat janë në emrat të stërgjyshërve tanë. Dhe e drejta e trashëgimisë shkon brez bas brezis dhe nëse e sheh ligjin për trashëgimin ish dash të merret parasysh pasardhësit e tij, gruaja e tij nëse e ka gjallë mandej pasardhësit e tyre e deri në fund tek kur bie tek bashkëshortja. Në këtë drejtim mendoj që është shumë problematike dhe ka punuar në këtë drejtim edhe qeveria edhe në regjistrimin e pronave të tilla dhe është punu bukur shumë në këtë drejtim dhe mendoj që ndërgjegjësimi e ka efektin e duhur. Çdo pronë duhet të del në emrin e pronarit aktual, në mënyrë që mandej më lehtë të bartet. Për këtë arsye do kemi marrë veprimin kur e kemi ndërmarrë udhëzimin administrativ për regjistrimin e pronës së përbashkët, sepse duke marrë parasysh problemet që i kemi në të kaluarën, së paku të fillojmë nga tash ajo që blehet tash të regjistrohet në emër të dyve, sepse e shef sa vështirë është i kthehemi pronës në të kaluarën. Por gjithçka është e rregulluar me ligj. Askujt nuk i hub të drejta e tij. Mund të merr kohë pak më gjatë ndarja e trashëgimisë, por në këtë drejtim e mendoj që ka mekanizma që merren me këtë qofshin ligjor, qofshin edhe mekanizma institucionale dhe askujt nuk i humbet drejta për të trashëguar. Gjithmonë duke pas kujdes edhe te gratë, shpeshherë e them në për debate të ndryshme, që edhe gratë duhet ta kuptojnë çka po trashëgojnë, do të thotë trashëgon pjesën tënde që është pasuria jote e veçantë tek prindrit e tu dhe e trashëgon pjesën e burrit tënd në rast që nuk e ke burrin tënd do të si kontributi përbashkët në familje apo pronë që e keni kriju bashkërisht gjatë martesës. Pa dashur të keq kuptohem këtë rast e përmendë domethënë te pjesa e pronës së përbashkët domethënë në bashkëshortësi, me sqaru ndoshta se ka gra që mendojnë që ndoshta ju takon krejt edhe pjesa që e burrit që ka qenë edhe para se të lidhin kuror. Me thonë, pjesa përbashkët e pronës është nga momenti kur ti vendos të kurorzohesh e tutje. Po. Veç edhe një shtesë ndoshta këto, martesa dhe bashkëjetesa janë të barabarta. Ka shumë gra të cilat jetojnë me kohë gjatë bashk, kanë fëmijë bashk dhe është fakti ditën botënisht që ata dy persona janë të martuar, por nuk kanë kuror. Do të thotë kurora nuk e përjashton prej të drejtave që ajo i ka. Dhe po me të drejtë po e ngrit një çështje dhe është çështja e trashëgimisë dhe çështja e pronës. Janë dy çështje të ndërlidhura, por megjithatë kanë procedura të veçanta. Çështja e trashëgimisë i bie në qoftë se prona është e vjerrit, normalisht ti e ke vjerrën gjallë, është pasuri që e ka kriju vjerra jote, nuk po them që ti nuk trashëgon askund, sepse ti merr një pjesë të trashëgimit të burrit tënd nëse nuk e ke ata ose pjesën që e ka ai, por është pasuri e veçantë e burrit tënd ose e jotja tek baba jot. Ndërsa pasuria e përbashkët është ajo që krijohet mas martesës me mundin e përbashkët të dyve. Mundi i përbashkët të dyve nuk nënkupton se kjo duhet me pas shumë të qartë me shpjegu. Jo vetëm gratë që punojnë konsiderohet kontributi i përbashkët.
edhe gruaja që nuk punon në familje, ka punu mjaftueshëm në familje, që nuk sjell të ardhura nga jashtë, konsiderohet që ka dhënë kontributin e barabartë në familje. Kjo është e rregulluar me ligjin për barazi gjinore, tashmë edhe me ligjin për trashëgiminë dhe ligjin për familjen, sepse kontributi i gruas në familje konsiderohet si kontribut i për rritjen e shoqërisë dhe me emancipimin e çështje tjera të shoqërisë. Prandaj konsiderohet e vlefshme. Me ligjin për barazi gjinore vlerësohet. Problem që unë e shoh personalisht dhe mendoj që është problem që e vlerëson edhe Agjencia për barazi gjinore është fakti kur bëhet kalkulimi i atij mundit të burrit dhe të gruas. Burrit dhe të gruas. Dhe mendoj që duhet punohet shumë me ekspertët financiar të cilët gjykata kërkon prej ekspertëve financiar të bëjnë një farë kalkulimi për me pas se cila është shuma, dhe në kodin e ri civil që pritet me u miratu është konsideruar që gjithçka që është krijuar mas martesës do të thotë 50-50 mos me pas nevojë me kalkulu mundin, sepse këtu ka pas veç diskriminim. Ka pas raste kur një grua për 20 vite ka bashkëjetu ose ka jetu ka qenë e martuar me një burr, nuk ka pas fëmijë, ka vdek burri dhe mundi i saj ka qenë me 2.000 euro i vlerësuar. Do të thotë nuk janë vlerësu sa herë ka punuar ajo, sa herë ka mirëmbajtur atë, sepse edhe mirëmbajtja e shtëpisë është mund. Si paramendojni një shtëpi e cila nuk mirëmbahet. Ajo kur të qetshme shit e hub vlerën, nuk e ka atë vlerë që e ka pas nëse dikush e kish mirëmbajtur atë. Do të thotë ka shumë punë për të bërë këtë drejtim, sidomos në ndërgjegjësim për të kuptuar se cila është e drejta jote dhe ta kërkosh të drejtën tonë maksimalisht. Kur jemi tek ndërgjegjësimi, çfarë iniciativa konkrete po ndërmerren apo planifikohen të ndërmerren për të rritur fuqizimin e gruas, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë edhe në atë ligjor, domethënë në prona? Po, faleminderes, e vërtet që agjencia njënën pjesë të mandatit të vet përveç hartimit politikave ka dhe ndërgjegjësimin publik, por kur jemi tek hartimi politikave, aktualisht është duke punuar në hartimin e programit Kosovës për barazi gjinore. Është vetëm program kombëtar që parashihet me një ligj të mohtë themelu. Dhe ky program kalon në qeveri dhe qeveria raporton në kuvend për zbatueshmërinë e tij, do të thotë është një program shumë i madh ku punohet, nuk është i vetmi program sepse kemi pas program edhe në të kaluarën, dhe të gjitha këto tema të cilat po i përmendim kanë qenë pjesë e programit kaluar. Aktualisht jemi në draftin e ri, duke punuar draftin e ri dhe planin e veprimit të ri, dhe njëra prej pushave është fuqizimi ekonomik i grave, ku përfshihet edhe drejta e tyre në pronë dhe të gjitha ato të cilat po i diskutojmë me aktivitete të specifikuara, me buxhet të specifikuar, në mënyrë që të jenë të zbatueshme në të ardhmen aktivitetet. Dhe plani do t'i bëhet për 10 vite, do të thotë nuk do të bëhet shumë shkurt. Pak programi do të bëhet për 10 vite, ndërsa plani i veprimit bëhet pak më shkurt sepse duhet për shkak të buxhetit me qenë më i shkurtë apati. Dhe mendojmë që brenda kësaj periudhe kohore do të ketë aktivitete të cilat do të jenë të matshme dhe aktivitete të cilat do të mund të zbatohen. Sa i përket pjesës së ndërgjegjësimit, Agjencia për barazi gjinore rregullisht bën edhe videospote televizive, bën edhe tryeza të ndryshme diskutimi, bën takime të drejtë për drejta me qytetarët dhe me institucione tjera me qëllim të ndërgjegjësimit edhe të institucioneve, po edhe të qytetarëve për të drejtën e gruas në pronë. Kur thëmë edhe të institucioneve, e thëmë edhe për faktin se është dashur të bashkëpunojmë me institucione për ta pas masën afirmative, është dashur që bashkarisht me institucione të pranojmë ta hiekim një pjesë të taksës nga siç është taksa e regjistrimit, dhe kjo është barë për komunat për shembull, sepse automatikisht regjistrimi bëhet nëpër komuna dhe komunat e marrin këtë taksë të regjistrimit, por vlen të përmendet që kur ka qenë çështja tek çështjet gjinore, tek çështja e pronës, asnjë komunë nuk ka hezituar ta zbatojë një gjë të tillë, sepse normalisht që ajo kalon nëpër qeveri dhe është urdhër për zbatim, por megjithatë nuk kemi pas ndonjë keqkuptim ose ndonjë reagim sepse nuk po mirret taksa e regjistrimit. Sipas asaj që ne bëjmë zakonisht, tash i bëjmë edhe jemi shumë vizual në të gjitha emisionet në çështje të tjera për të treguar për drejtat e tyre dhe marrim po ashtu edhe trajnime, ngritje kapacitetesh edhe zyrtarëve edhe të institucioneve tjera, po edhe vetë personave për të treguar se cila është e drejta edhe barazia gjinore në vend. E përmendet që keni pas bashkëpunim të ngushtë me institucionet sa i përket kësaj. A ka pas raste të tilla kur ndoshta ndonjë institucion ose ndonjë komunë ka hezitu të themi të bashkëpunojnë këtë raste, dhe
Qysh e shihni dallimin në mes zonave rurale dhe zonave urbane këtë aspekt? Po, ka dallim dhe Prishtina asnjëherë ne e marrim gjithmonë që Prishtina nuk është shembull, sepse çka ka në Prishtinë nuk ka në për vende tjera dhe po flasim tankohen për normat, po flasim tankohen edhe për legjislacionin. Ligji është i njëjtë për të gjithë dhe funksionon njëjtë për të gjithë. Por normat, vendi, regjoni ndryshojnë prej vendit në vendin tjetër. Prandaj ne si Agjenci për Barazi Gjinore mundohemi të jemi edhe në zonën më të thellë të vendit tonë, në mënyrë që atje të ndikojmë ndoshta pak me indikatorë tjerë, me tregues tjerë, me masa tjera, në mënyrë që atje ta masim pak edhe terrenin çfarë është. Nëse shohim Prishtinë mendojmë që këtë çështje është në rregull në Kosovë, por kjo nuk na pasionon të dhënat e këtij vendeve. Por megjithatë mendoj që për këtë arsye kemi edhe zyrtar për Barazi Gjinore në për komuna, siç që tash më herët. Dhe komunat, unë i përgëzoj disa prej komunave që kanë ndërmarrë dhe hapa të ndryshme, për shembull, nëse unë jam në Agjenci për Barazi Gjinore që nga themelimi dhe agjencia tashmë i ka bërë 20 vite funksion, dhe unë është dallimi shumë të madh 20 vjet më herët dhe tash. Ka ndryshuar në përgjithësi, ka ndryshuar edhe në për komuna, ka ndryshuar edhe në mendsinë e zyrtarëve, ka ndryshuar edhe në mendsinë e vetë popullatës. Ajo që ka qenë para 20 viteve tabu të flasim për Barazin Gjinore, për drejtën e gruas në pronë, sot nuk ekziston një gjë e tillë. Në shumë komuna ndërmerren masa të ndryshme afirmative duke u nisur prej Barazisë Gjinore. Në shumë komuna madje sidomos tek rastet për shembull të dhunës në familje, sepse mos pasja e pronës, mos pasja e punës, fuqizimi ekonomik i gruas e të tjera nuk është i vetmi faktor, por është njëri ndër faktorët ndikon që gratë jenë viktima të dhunës në familje. Nuk është i vetmi, po është njëri ndër ta, sepse mund të ketë edhe ndryshe. Dhe në këtë drejtim komunat kanë punuar shumë për të fuqizuar gratë mbrana komunave të veta dhe shpeshherë komunat kërkojnë prej Agjencisë për Barazi Gjinore opinionet të ndryshme, rekomandime të ndryshme në mënyrë që ta çojnë përpara një proces të caktuar. Përveç kësaj, përveç që komunat që bëjnë tash me ligj dhe me rregulloren për punën e qeverisë, është e rregulluar saktë. Asnjë politikë publike nuk mund të kalojë në qeveri pa marrë perspektivën gjinore nga Agjencia për Barazi Gjinore. Nëse në këtë kanë kur po flasim për drejtën e gruas në pronë, për llogaritën e kur një politikë publike, një udhëzim administrativ, një rregullore ose një ligj flet për pesticidet, flet për tokën bujqësore, flet për blegtori diçka, dhe ne në moment mund të themi po këtu nuk ekziston Barazia Gjinore. Unë jam shumë i kënaqur për faktin që para një kohe kanë qenë vetë zyrtarët që në marrë me këtë çështje dhe kanë thënë shpeshherë, po pse t'ja dërgojmë Agjencisë për Barazi Gjinore për koment këtë dokument, sepse këtu s'ka të bëjë me Barazin Gjinore, sepse Barazin Gjinore kanë konsideruar diçka vetëm dhunën, diskriminimin, stereotipet, diçka më të ngushtë se kaq. Dhe më gëzon fakti që sot asnjë dokument nuk ka lënë pa e kërkuar perspektivën e Barazisë Gjinore dhe pa i marrë komentet e Barazisë Gjinore dhe me i përfshi në legjislacion. Do të thotë kanë kuptuar dhe ka filluar me u ndryshu gjendja dhe të gjithë e kuptojnë që Barazia Gjinore është gjithkohë. Është në çdo pushtë jetës, është në çdo hap ku ne prekim dhe është në familjet tona. Zonja Slimani, për fond, cili kishte me qenë mesazhet për krejt ato gra që ende janë të diskriminuara sa i përket pronës dhe trashëgimisë, edhe çfarë do të bëjë Agjencia për Barazi Gjinore për to? Agjencia për Barazi Gjinore mund të hartoj politikat, mund t'ja jap të drejtën, do të thotë mund t'ju ndihmoj në realizimin e të drejtës, por ne nuk jemi institucion në këtë rast gjykat ose avokati i popullit merret me ankesa, ne nuk e kemi të drejtën me u marrë me ankesa, ne mund t'ju sugjerojmë, mund t'ju japim rekomandime dhe mund të punojmë në drejtim të përmirësimit të gjendjes sipas mandatit që e kemi. Dhe unë i sugjeroj të gjitha gratë, të cilat ende nuk e kanë konsideruar të nevojshme ose spaku kam pas një mendim me vete që a më takon apo nuk më takon, a ta kërkoj apo mos ta kërkoj, ta bëjnë një gjë të tillë, sepse ka mekanizma që ju ndihmojnë në realizimin e të drejtës së tyre. Asnjë notar nuk mund ta bartë trashëgimin vetëm tek njëri nëse nuk e merr dhe mendimin e motrës, nëse nuk e merr dhe mendimin e nënës. Prandaj ti duhet të jesh aty, ta japësh mendimin vet dhe të mos vendosësh për të bërë kontratë mbi dhuratën, po e ciki qëllimisht sepse shpesh herë bëjnë kontratë mbi dhuratën dhe ja dhojnë automatikisht dikujt tjetër, para se me mendu për mirëqenien e vet, para se me mendu për mirëqenien e fëmijëve të tyre. Nëse një pasuri ka qenë e babës tën, pse duhet ketë fëmia i vllaut tën 20 vanesa dhe fëmia ju të jetojnë në varfëri? Të dy e kanë pas gjysh. Të dy i kanë të drejtat e barabarta në atë pronë. Po flas për trashëgimin dhe gjithsesi për pasurinë e përbashkët të mos shqetësohet asnjë grua sepse gjithçka
që ka kontribuar në familje ndahet 50-50 me punën e vet dhe konsiderohet pasuri e përbashkët e krijuar në martesë, pavarësisht a ke punu apo nuk ke punu. Puna jote në shtëpi është e vlefshme me ato që punon jashtë shtëpisë. Prandaj i kanë të drejtat, i kanë të rregulluara me ligj, vetëm se duhet t'i kërkojnë të drejtat dhe të mos hezitojnë t'i kërkojnë dhe t'i shkojnë deri në fund në realizimin e të drejtave të tyre. Zonja Sulmani, të falenderoj shumë për këto informacione dhe për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Shikues të dashur, ne shihemi në episodin e radhës deri atëherë, mirëmbëjtje.